I'm feeling good. Hajde hund, hajde, po ku e bëri mu? Tek e në të me doktor Julianin që po pënamin. Tek e në të Qa kanë u gëzu kur të më shohin. Përshëndetje. Përshëndetje, po, hajde. Amon mend. Po si është të majmën, ti Antonella, që me fotot e tua kur i publikuam në fillim rezultatin tënd, u çmend gjysma e Shqipërisë. Na shkruni sa bukur e keni bërë këtë gocën, po me sa po shoh sa u bë Antonella. E bona një vit doktor. Një vit doktor, Një vit kryevjetër. Po shoh që Hunda ka shkuar për bukuri. Perfekt. Për bukuri, nuk ke nevojë për asgjë, se zakonisht me kalimin e kohës, Hunda të kurren ato lëkurat, gjërat dhe mund të bëhen trajtime akoma më të bukura që mund siç bëjnë për fytyrën vajzat edhe, po shoh që të ka shkuar shumë mirë. Ti je stewardesë dhe një nga gjërat që mua më bën vështirë është dhe frymarrja, shumë e rëndësishme. Po. Si është frymarrja jote? Kjo ka qenë edhe një në friknat e mia, fakti që unë punoj stewardesë, se si kam me reagu me frymarrjen masi bëj operimin, por realisht jam super e kënaqur dhe gjitha problematikat që unë kam pas para se të bëj hundën, të gjitha janë zhduk. Marr frym dhe jetoj perfekt. Ne jemi këtu t'ju ndihmojmë, jo vetëm juve, po të gjithëve pacientët që kemi. Kam një këshill për ju djema dhe vajza që keni dëshirë me bë hundën operacion, si nga ana funksionale apo estetike. Nga eksperienca jeme personale, ju ftoj të zgjillni vetëm kliniken e NT me doktor Julian Dervishaj që bën vetëm kryevepra.